Për të 13 vit me radhë në Shkodër u zhvillua Hengu Shkodran, që këtë vit doli nga oborret e shtëpive karakteristike shkodrane për t'u zhvendosur në zemër të qytetit. Perlat e këngës qytetare, ato që u krijuan plot pasione mjeshtëri, u ruajtën dhe u sollën deri në ditët tona, e që sot kam për mision të trashëgohen brezit të ri, i dha një natë të magjishme publikut të pranishëm në pedonalen e Shkodrës. Organizatorët e quajnë fat që Shkodra e ruan këtë traditë dhe ja përcjell të rinjve, pasi është një vlerë që nuk duhet humbur. Pra nuk është e kollajshme sot që në këto dimensione të reja që ka zhvillimi, ne të rrimë, si më thënë, të mbajmë të pastër këngën shkodrane edhe në talente të reja. Pa diskutim që na çdo vit kina pas elementri, po si vjet ishte pak dukshëm se ishin edhe gjithë ato fëmijë që knunen edhe performunin këngën qytetare shkodrane. Kjo nuk është thjesht një risi, kjo është një vazhdimsi e një tradite aq të mirë që na kena me këtë këngë. Emocionuese kjo mbrëmje ishte për artisten Alba Fani, që nga Amerika u kthye në vendlindje për t'u bashkuar edicionit të këtij viti. Ishte kënaqësi që u ftova për me kenë pjesë e këtij ahengut. Për mu, unë jam rrit me këngën shkodrane, na e kena kënu në Roborre, e kena kënu në Shtëpinë e Pionjerit, në klubin e Renise, gjithkohë. Një gjë e bukur, një gjë fantastike, edhe shpresoj që Shkodra t'i majnë gjallë këtë këngë. Për herë të parë këtë vit në ahengun Shkodran, morën pjesë fëmijët e qendrës kulturore Kujtim Alia, së bashku me qendrën Pjetër Gaci, duke sjellë një larmi zërash dhe brezash. Ndërsa një homazh u kushtua në këtë natë këngëtarit Agi Molla, që ndërroi jetë pak javë më parë.